Luftoi deri në fund, por zemra e Artan Lames pushoi së rrahuri përfundimisht këtë të premte, pasi qëndroi në koma cerebrale si pasojë e një operacioni të vështirë që kreu në zemër. Lajmin e trisht e konfirmoi bashkëshortja Mirela dhe ëma e tij. "Unë jam tani dhe do jem përgjithmonë, të dua përjetësisht zemërbardhi im", shkroi Mirela Lame në Facebook. Ndërkohë mamaja e tij tha se ky moment i mallkuar që erdhi i shoja të shpresë që u ngjall dje. "Shpresoja sepse më premtoi që do kthehej. Nuk e kam mendjen te e nesërmja që do operohej. Jam mirë, jam i qetë, por po përqendrohem te muzeu." Edhe nga gjumi ta zjoje për muzeun fliste. "Kur tanin të ma sjellin këtu do t'ju bëjmë të ditur procedurat e mëtejshme", shkroi Diana Lame në Facebook. Ndërkohë burime kanë mësuar se trupi pa jetë i tij pritet të mbritë shtunën në Shqipëri. Arkmorti do të niset sot nga Gjermania në rrugë toksore. Artan Lame u raportua se ndroi jetë që dje, por gazetari dhe moderatori i emisionit Opinion, Blendi Fevziu, sqaroi se në fakt ai ishte ende në jetë, por në koma cerebrale. Një prej figurave më të njohura publike shqiptare, Artan Lame drejtoi për disa vite Agjencinë e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Informale, si dhe mbajti poste të tjera shtetërore, duke qenë aktiv në radhat e Partisë Socialiste. Lame ishte publicist, opinionist dhe koleksionist shqiptar, studiues i historisë shqiptare, veprimtar i shoqërisë civile për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare, gjithashtu veprimtar politik i Partisë Socialiste dhe funksionar shtetëror.